Rikthehet në detyrë konsulli grek në qytetin e Korçës, Theodor Ikonomos. Vetëm pak kohë më parë, Ministria e Jashtme në Greqi e shkarkoi nga detyra konsullin për deklaratat lidhur me ndryshimin e kombësisë. Lajmin e bën të ditur burimet e brendshme të konsullatës në Korçë. Ikonomos u shkarkua nga detyra vetëm pak muaj përpara përfundimit të mandatit të tij në krye të konsullatës greke në Korçë, duke ju rikthyer kështu sërish postit të tij ditën e hënë. Deklarimet e konsullit se në Korçë ka minoritar grek kanë sjellë debate në ambientet intelektuale në Shqipëri. Fjalët e tij sollën reagimin e nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, zotit Kreshnik Spahiu, i cili në takimet e shumta të bëra pothuajse në të gjitha qytetet kryesore të vendit, deklaroi se kombësia nuk është pjesë e pazareve politike, as e interesave të ngushta personale dhe se mund të ndryshohet vetëm nga gjykata në bazë të fakteve. Edhe lëvizja mjaft në qytetin e Korçës protestoi para konsullatës greke, me harta dhe flamuj shqiptar në duar. Reagim pati edhe nga partitë e komunitetit Çam dhe së fundmi edhe nga Partia e Ballit Kombëtar Demokrat. Këta të fundit i cilësuan deklaratat e konsullit si provokim. Ndërkaq deputeti i Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Jashtëm, kërkoi shpalljen e konsullit si person non grata. Ndërkaq deputeti i Partisë Demokratike, Gazmend Toketa, njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Jashtëm, kërkoi shpalljen e konsullit si person non grata. Ndërkaq arsyet e rikthimit të konsullit grek në detyrë ende nuk janë bërë të qarta nga konsullata greke në qytetin e Korçës.